Besnik Berisha, pronari i radio-televizionit Festina, është njëri nga afaristët Ferizajas që së fundi ka zgjedhur që borxhin që komuna e Ferizajt ka ndaj tij ta nxjerrë përmes përmbaruesve. Ai tha se mbi 30.000 euro ishte shuma e cila tash 2 vjet, drejtoria e ekonomisë nuk ja kishte paguar për shërbimet që kishte kryer në bazë të kontratës. Po ishte kohë e gjatë, dikon prej vitit 2013, nuk ishte realizuar. Na ishim në obligime ndaj administratës tatimore për mi pagu tatimet dhe kështu u detyruam që përmes përmbaruesit ti nxjerrim parat tona që na takojnë. Dhe sa është borxhi që ka pasur komuna ndaj jush? Borxhi është mbledh dikon 31.000 euro dhe është realizuar tash sfundi. Pas procedurave dikon rreth 3 muaj. A keni kontraktimet të reja me komunën? Po, vazhdan, mirë, po nuk pagesa për këtë kontratën e re prej muajit qershor nuk na është bërë asnjë pagesë. Edhe për kundër paralajmërimeve? Edhe për kundër paralajmërimeve, mirë, po megjithatë na po presim që komunat i kryej obligimet e veta, nëse prap vazhdon kështu, atëherë jemi detyruar prap përmes përmbaruesit veprojmë. Jo vetëm Berisha, me metodën e përmbarimeve, borxhin e tyre tashmë po e përfitojnë edhe shumë biznese të tjera në Ferizaj. Madje në këtë mënyrë, parati kanë nxjerrë edhe ndërmarrja publike pastërtia. Drejtoresha e Ekonomisë dhe Financave Lirie Syla tregon se vetëm në këtë vit komunës nga Thesari, pa vullnetin e saj, i janë tërhekur mbi 400.000 euro. Syla arsyetohet se parat operatorëve kontraktues me komunën po u avonojnë në mungesë të mjeteve dhe nga këtu po rrezikohen pikërisht projektet kapitale, të cilat planifikohen me një shumë të lartë. Ju e dini që gjatë bisedave të cilat i kemi pasur, edhe për opinionin, ne kemi njoftuar se ne edhe kemi trashëguar një bërsh të madhe rreth operatorëve të cilët ka patur komuna e Ferizajt. Normalisht ne po ballafaqohemi sepse buxheti për një vit i cili miratohet atëherë është për vitin aktual, jo për borxhet të cilat janë, po megjithatë besoj që asnjë komunë nuk ka mundësi të hyjë në një vit të ri pa patur edhe obligime ndaj operatorëve me të cilët edhe punon. Në drejtorinë e ekonomisë shpresojnë se kjo gjendje do të përmirësohet në vitin që vjen, pasi që është planifikuar rritje në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve. Ne kemi patur vështirësi sidomos në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, e cila kategori nuk i përmbush gjitha nevojat për cilat ka komuna e Ferizajt. Ne po shpresojmë që viti i ardhshëm do të jetë më i favorshëm rreth çështjes kategorisë ekonomike, domethënë në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, dhe do të jemi më në kohë që të përgjigjemi operatorëve tonë ekonomik. U beditur se përveç 400.000 euro sa janë marrë në Thesar, tërheqjen e mjeteve të tyre me përmbarues e kanë paralajmëruar edhe një numër i madh i operatorëve që kanë kontrata me komunën për shërbime të ndryshme.